Përshëndetje miqtë e mi, mirë se vini në kafen e së dielës. Kesh mundësin të takosh, të dëgjosh, personazhin që kam ftuar për kafe sot është me të vërtet një ngjarje. E them këtë sepse ka diçka tek ai që të bën ta duash, të bën ta respektosh dhe të mos lodhesh asnjëherë duke e dëgjuar. Në fakt jeta nuk ka qenë shumë bujare me të, por nuk ka arritur ta mposhtë asnjëherë. Ndoshta duket sikur ai e ka sfiduar dhimbjen me mirësinë që rrezaton, me etjen për kulturë dhe mbi gjitha me bindjen se asnjëherë nuk është vonë për të filluar jetën nga e para. Besoj se në bibliotekat tuaja personale, në familjet tuaja, me siguri që duhet gjendet një libër i Alendes, një libër i Dan Brownit, i Pirandellos. E pra hapni me vëmendje atë faqen e parë dhe do të shikoni se këta autor të mëdhenj kanë ardhur në Shqip nga një përkthyes ndoshta më i miri aktualisht që ne kemi në Shqipëri, dhe do të lexoni emrin e Amik Kasaruhos. Dhe un kam fatin dhe nderisa kem sot në këtë ditë të diel të pi një kafe me të, edhe pse jo, ta njoh më mirë dhe jam e sigurt që kjo kënaqësi që do të kem këtu në studio do të përcillet edhe tek ju. Por në radh parë i them, mirëmëngjes zot Amik që e kam sot në studio dhe që pranoi të pikë të kafet parë së diel, ta ndaj me mua dhe me publikun e televizionit shqiptar. Vërtet faleminderit. Mirëmëngjes, jam unë që ju falenderoj, sepse jo për të gjithë ekranet e televizionit punojnë e janë të hapura. Thatë më tepër se ç'duhet të thonë. Jo, është vërtet një kënaqësi. Këtë e them me shumë pastërti. Këtë besoj që mund të jetë një kënaqësi, po secili ka vlerët e tij, edhe nuk duhen fryrë këto vlera. Jo, nuk fryen. Ju jeni shumë modest, kam përshtypjen. Por do ta kuptojmë të gjatë bisedës. Nuk është modesti, është punë të jesh realist, e të shohësh gjërat në këndin e duhur. Unë nuk dua të polemizoj me ju, po në këtë vendin tim mund të ishin ulur përkthyes të tjerë që janë me të vërtet të mirë dhe që nuk kanë gjetur jehonen që duhet të kishin për mjeshtrinë e tyre, për gjuhën e tyre, për kushtimin e tyre, për punën e tyre. Por kjo nuk heq vlerat juve gjithsesi. Është e vërtetë ajo që thoni ju, që gjithë secili ka vlerat e tij. Por në këtë rast ne jemi përqendruar tek ju. Kështu që ma lirni ta shijoj këtë kënaqësi deri në fund. Atëherë, në mos gaboj, në paktën ambient e televizionit shqiptar nuk është se ju kam parë shpesh për të treguar gjëra gjatë për jetën tuaj. Kështu që ky është një privilegj. Dgjoni, jeta ime është një jetë që u përngjet shumë të tjerëve. Ju thatë që nuk janë të rralla, nuk janë të shpeshta rastet kur njeriu bie poshtë dhe gjen forcën, nuk është merit e ime. Është jeta vetë që të shtyn, të kapesh në një gdhë, në një rrënjë, në një degë, dhe të përpiqesh të ngjitesh paraplartë. Është ligji i jetës. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Megjithatë, te kjo forca që gjen njeriu brenda vetes, jo gjithsecili kur përpiqet të kapet mbas diçka dhe të fillojë nga e para. Megjithatë do kemi kohë ata. Do kemi kohë ata, prekim dhe këtë, sepse kjo është nga pikat tuaja më të forta, kam përshtypjen. Por dua ta tregoj historinë nga fillimi. Në fakt ajo që më ka rënë në sy dhe jo më kohë të thash edhe në prezantimin që u bëra, që sa herë që kam lexuar qoftë një libër të Alendes apo të Dan Brown e tjerë, dhe kur kam parë atë përktheu apo shqiproj Amik Kasaruho. Thosha, është shqiptar apo është pak emër i çuditshëm ky juaj dhe të bën të mendohesh. Si është historia e emrit tuaj në fakt? Për një Gjirokastrit, emrin Kasaruho nuk është i çuditshëm, se është një fis në Gjirokastër që mban këtë llogap. Po emri Amik? Emri është një çik i veçantë, është nëse sot është moda të vijnë emra amerikanë, dikur kur kam lindur unë, duket ka qenë modë të vijnë emra persian. Është një fjalë persiane, që është zgjedhur nga gjyshi im. Gjyshi im e njifte persishte, njifte gjuhë orientale plot, e ka punuar edhe jetuar në Orient, ishte një dëshirë e tij, një zgjedhje e tij. Pra do të thënë, si thua sepse zakonisht thuhet që fati përcaktohet pak nga emri apo jo, nuk e di sa i besoni ju këtyre. Ka një teori që thotë diçka të tillon, nuk kam shëlluar dhe nuk e di nëse është një përgjigje së vërtetës apo jo. Nuk e kam mbajtur veten kur për të thellë, ashtu siç do të ishte kuptimi i... Pse Amik do të thotë i thellë. I thellë. Nuk e kam mbajtur veten për të thellë, në shkollë kam qenë çik mësoja, më shumë se sa provoja. Nuk e di.
Në fakt, historia juaj që të tregohet në sensin tregohet e plot dhe në të tërë për të kuptuar e gjitha, një stacion shumë i rëndësishëm është mosha juaj 17 vjeç. Por megjithatë përpara se të shkojmë tek mosha 17 vjeç ku le të themi aty ndryshoi gjithçka. Deri në atë periudhë si ka qenë fëmijëria juaj? Deri përpara se të fillonin problemet. Deri në një farmoshe ka qenë një fëmijëri e lumtur, në kuptimin se linda dhe u rrita në një familje ku respekti ndërsjellta, harmonia, miradashja ishin të përditshme, të jetës së përditshme. Kam patur një baba shumë të dashur, një nën shumë të përkushtuar, një gjyshe si të gjitha gjyshet. Kam patur një shoqëri të mirë, shok, jam rritur me shok shumë të mirë. Ndoshta të gjitha këto pak nga pak krijuan atë mozaikun e qenies sime. Ka qenë një fëmijëri pa halle, jo si fëmijëria e shumë të tjerëve të asaj kohe. Të paktën halle ekonomike nuk kemi patur, jetonim në mënyrë modeste, po jetonim mirë. Në shtëpi me qira, po jetonim gjithmonë mirë. Megjithatë në moshën 17 vjeçare, siç thash, aty ndodh, le të themi, në familje përcaktohet dhe fati juaj, apo jo? 17 vjeç, në mos gaboj në vitin e 3 apo të 4 gjimnaz, diçka e tillë? Treti. Ju, si një adoleshent me sa duket tepër i hedhur dhe tepër rebel, ndoshta për atë kohë, shkruani disa trakte dhe për këtë arsye ju fusin në burg, apo jo? Për fakt jo që i shkruaja, po që i kapën të shpërndara. Mirë, sigurisht. Kjo ishte e gjitha. Po në fakt, li një pyetje ndoshta pak edhe naive, po në fundit, ju një djalë 17 vjeçar, duke ditur që nëse do të shkruanit ato trakte, do të sillnin një lloj pasoje, apo jo? Nuk ishte pak veprimi nxituar, apo pse e bët? Shikoni, ajo që bëra ishte një çast të egzaltimi, prodhimi një çast të egzaltimi, një entuziazmi që justifikonte vetëm mosha, ndoshta dhe një mungesë e vetë dije për atë që mund të më pësoja, atë që mund të gjeja. Është ajo inkoshjenca e moshës së re. Është vërulli i moshës së re, entuziazmi i moshës, edhe optimizmi. Mendoja që këtë trakt do të përmbyste botën. Po që do të riktheheshit sot, do ta bënit atë veprim? Që do të riktheheshit sot, do ta bënit atë veprim? Duke ditur tërë pasojat që u solli? Se kam shtruar vetë sot njerë këtë pyetje. Sa për pasojat, ato kur i kalon nuk është se të vrasin shumë. Unë kam patur fatin të kaloja një pjesë të atyre viteve pra njerëzve nga cilët kam mësuar, o jam përpjekur të mësoj shumë. Ata mundoheshin të më jepnin gjithçka, kam shifur një pjesë të tyre. Ishin njerëz të nderuar, njerëz me kulturë, njerëz që edhe sot e kësaj dite i mungojnë Shqipërisë. Më keni treguar që babain tuaj e keni shijuar pak, apo jo? Deri në moshën 12 vjeçë unë jam arritur me baba. Mbas moshës 12 vjeçë me intervale. Ai në 44 doli në mal, 25-26 mbeti pa punë, edhe pse kishte qenë partizan. Është një absurditet i atyre kohëve. Në 26 u detyrua të largohej, shkoi në Rubik sepse u emërua aty me punë. Dhe 5 vjet rresht ai ka qenë në Rubik, unë në Tiranë. Kështu që shikoja ti matë vetëm një herë në muaj, një herë në 2 muaj, kur mund të vinte. Mund të them që baban nuk e kam patur pranë. E kam patur pranë nga pikpamja afektive, po nuk e kam patur pranë aq sa personaliteti i tij të më ndihmonte të hilja hapët e miljet. Ka qenë ai pranë jush kur ju e bët atë veprim në moshën 17 vjeç? Jo. Po të kishte qenë do t'ju kishte thënë mos e bë? Po ta kishte marrë vesh, me siguri do thoshte mos e bë. I mat ka qenë njeri shumë i shtruar, shumë i qetë. Nuk i ka dashur lëvizjet e prera, hovet.
Dhe efektivisht ai përfundoi vetë si protagonisti një çmendurie të tillë, sepse në 51-shin u arrestua dhe mbas 5 ditëve u pushkatua pa gjyq. Dhe në mos gaboj ishte u akuzua për bombën që në ambasadën sovjetike që është përfolur shumë në atë kohë ngjarja. Por kjo deri diku të çon dhe të kuptosh që ju do të keni qenë shumë i lidhur me maman tuaj atëherë, sepse nëse ka munguar babai me përjashtim të një viti. Edhe maman, ajo ishte mësuese matematike këtu në Tiranë, e transferuan në Rubik, meqense ishte shoqja aty. Po. Dhe me shumë luftë e me shumë miqësira, mundi të kthej përsëri pas një viti. Në atë vit kam qenë vetëm, edhe pa nënën, dhe bashkëtoja, kishte ardhur, bashkëtonte me mua një shok shumë i ngushtë. E nëna e tij gatuante për ne të dy, edhe mbante 2 shtëpi, shtëpinë e saj edhe ne të dy. Vasil Melo. Me nënën pasaj më ka qelluar të jetoj vitet mbas lirimit nga Burgu, në Lushnjën, Kavaj, dhe sidomos 27 vjetët e Gosës. Po, edhe në fakt ju keni shkruar për këtë. Unë nga ky sonduk do të nxjerr ndoshta diçka që kam printuar, sepse objektet tuaja në fakt dhe kujtimet tuaja gjenden në Itali, sepse ju jetoni atje prej vitesh, kështu që prandaj edhe ky sonduk ndoshta sot do të jetë pak bosh, por që gjithsesi, nga libri juaj Ike nga trilli perëndive, që e keni në mos gaboj, paktën në Shqipëri ka dalë në mos gaboj vitin 2012 u botua diçka e tillë? Në Shqipëri? Në Shqipëri. Në Shqipëri po, vjet. Po, ndërkohë që ju e kishit ishte botuar në Itali. Jo, par vjet është botuar në 2011. Po. Ose jo, dhe më përpara më falë gaboj, unë të Nejse, shërënësi ka. më mirë. Jo, është në 2009 botuar në Kosovë, në Prishtinë. Në Kosovë. Po, nga atje ka dalë për parë. Në shtëpia botuese Buzuku. Dhe aty ju tregoni pak a shumë gjithë personazhet e jetës suaj. Dhe më ka vërë shumë përshtypje kur flisni për nënën tuaj. Do lexoj pak 2-3 risha sepse vërtet më ka tregojnë shumë edhe për ju. Në takimet në burgun e Burelit, nëna e tij shfaqe gjithnjë buzëqeshur, sikur të mos kishte ndodhur asgjë në jetën e tyre. Dhe ajo të rrithte normalisht. Dhe nëse ai këmbgulte për të marrë vesh gjysenti, ajo ja printe shkurt me fjalët: "Jam si Marquez", huazuar nga teksti një këngë franceze, melodinë së cilës e sillte shpesh ndërmend. Ajo që më përshtypje është e para njërë që ju në këtë libër tregoni në veten e tretë dhe tregoni historinë e jetës tuaj. Por përpara se të kaloj te ky për të hequr këtë kuriozitet të këtij stili, më shpjegoni pak pse mamaja juaj përdorte gjithmonë këtë shprehje, "Jam si Marquez". Çfarë donte të thoshte? Ishte një këngë franceze. Në asaj kohë nëna ime e dinte e njëjtë frëngjishten. Ishte një këngë franceze që mbështete me një lloj anekdote, me një lloj barzalete. Kthehet një Marquez nga pushimet. Ishte bërë dhe takon i del majordomi përpara dhe e pyet majordomin, i thot: "Ç'kemi nga shtëpia?" Asgjë, thot: "Gjithçka mirë", thot, "po u doq stalla kuajve." Po kuajt u dogjën dhe ata. Tronditet Marquezja dhe majordomi për ta qetësuar i thot: "Zonja Marqueze, gjithçka është në rregull, mos u mërzitni." Dhe kështu vazhdon pyetja me radhë, po shtëpia, po edhe të gjithë ishë shfarosur dhe për majordomi vazhdonte të përpiqej të ngushëllonte gjithçka është në rregull, zonja Marquez. Ishte filozofia e nënës ime dhe shumë kujt asaj kohe, që edhe pse jetonin mes atyre, mes atij ankthi, të shkonin me mendimin që prap ka të mira. Diçka tjetër që u shkruani në këtë libër dhe që flet natyrisht për nënën tuaj, janë edhe 2 fjali të tjera që dua t'i lexoj. Edhe pse ka vuajtur shumë në jetë, duke kaluar në një sër fatkesish, gjithnjë ka ditur t'i bëj ballë atyre pa u ankuar. Mbi të gjitha, IMM kishte një forcë morale të pakrahasueshme. Jam munduar të ruaj atë që kam trashëguar prej nënës sime, si korrektesën, një sens të zhvilluar miqësie dhe mikpritje. Ju më keni treguar që nëse edhe sot flisni disa gjuhë tuaja, në një farë mënyrë është merite nënës suaj apo jo, kjo gjë është e vërtet? Ajo ka ditur të injektoj, tek unë pjesët më të mira, nuk e di kam marrë të gjitha dhe në masën e duhur apo jo. Po ajo ka injektuar tek unë më të mirat e saj edhe të rrethit të saj. Nëna ime vinte nga një familje e shjuar, një familje e ditur, e kohës. E ati saj ka qenë
Ishte senatori i shtetit të parë shqiptar, antar i gjykatës së lartë. I vllai i saj ishte drejtori i përgjithshëm i Kryqit Kuq, pastaj drejtori i përgjithshëm i Shëndetësisë, nuk kishte ministri i Shëndetësisë në atë kohë në Tiranë. Do vinte nga një familje ku të rrethonin librat gjithandej. Është munduar të më angulis këtë tipar të jetës së saj, edhe besoj që nëse jam ky që jam, ja kushtoj pjesërisht ose shumë edhe asaj. Dhe ajo që duhet theksuar, sepse ndoshta teleshikuesit nuk e dinë, ne shikojmë sot një njeri me tepër kulturë, një njeri me cilin ke dëshirë të flasë, është një njeri që përkthen autorët më të mëdhenj sot të letërsisë. Por është një fakt shumë interesant, sepse ju keni treguar, unë më duket pak e pabesueshme, por që është e vërtet, që ju nuk keni bërë as fakultet, ju nuk keni bërë as shkollë të mesme, nuk keni arritur të t'i mbaroni këto. Jo. Unë kam patur fatin e disa shokëve të mi, në disa të rinjve në atë kohë në Shqipëri, që kur përjashtoheshin nga shkollat e Shqipërisë, përjashtoheshin për gjithë një, dhe nuk u jepej përsëri e drejta për të vazhduar studimet. Ky ka qenë edhe bashkë me shumë të tjerë fati. Më thonë ju, në çdo gjë që keni, që dini sot, le të themi kështu, është gjithçka autodidakte. Në mënyrë autodidakte. Ndoshta edhe një farë thash, ndoshta ajo botë interesa që kanë ditur të ngjallin prindrit tek unë, edhe shoqëria ime. Natyrisht. Kuptoni sepse edhe shoqëria ka influencuar shumë, më ka shërbyer si një farë trampolini për të hedhur më tonë. Se sa ja kam dalë. Një fakt interesant. Prandaj them, edhe thash jo më kotat në fillim, që gjithsesi për njëri që ka besimin që gjithmonë ja vlen të rifillosh nga e para, dhe kjo është një provë. Por në programin tonë kemi përgatitur disa, le të themi, surpriza në thonjza. Disa mesazhe që vinë për ju nga njerëz që ju njohin edhe që ju vlerësojnë natyrisht. Tash vjen mesazhi i parë nga një person i cili, sidomos në këtë periudhë të fundit jetës suaj, ju punoni në presidencë, pra jeni një nga këshilltarët e presidentit, punon bashkë me ju dhe ju njeh dhe ju vlerëson në këtë mënyrë. Le ta ndjekim mesazhin e parë. Unë e kam njohur, kam përshtypjet e mia me gjithse një kohë të shkurtër amikun në presidencë, se jemi të dy kolegë. Ai është në një moshë tani gati 82 vjeçare. Mesazhi më i fortë që më vjen mua, ndoshta unë jam në kuptimin djali i tij, është mesazhi i fuqishëm që në çdo rrethan njeriu duhet ta jetojë dhe të krijojë atë raportin e tij të dashurisë të tij për jetën. Dhe gjithmonë kur takohem me amikun, megjithse është në një moshë 82 vjeçare, sigurisht edhe shëndetësi nuk i jep shanse për të qëndruar dhe për të punuar si ne të tjerët, ai është njeri i gjallë, njeri aktiv, dhe unë mendoj se është në misionin atij, jeton atë, në qëllimin e tij, në misionin e tij. Pra kjo ishte surpriza e parë në fakt, një njeri me cilin u ndani me sa kuptoj të përditshme apo jo të impenjimeve tuaja. Pothuajse përditshme, sepse secili ka detyrat e tij. Po për mua është kënaqësi e madhe që në këtë moshë, t'ja them me gjithmend. Është kënaqësi e madhe të punoj, të jetoj dhe të punoj në një mjedis ku ka njerëz të tillë si Mirgjim Kulla, nuk duhet të përmendem emra të tjerë se do të lënë ndonjë tjetër pa përmendur. Po është një mjedis ku vlerësimi, respekti, dëshira për të ndihmuar tjetrin janë shumë të mëdha. E kuptoj drejt. Vazhdojmë historinë tuaj. Ju keni jetuar në Mosgaboj për 27 apo 25 vjet në Gozë të Kavajës. 27. Dhe aty ndërtuat jetën tuaj. Aty ndërtuat jetën tuaj. Joni, Goza është një pjesë e jetës ime. Një pjesë e jetës fëmijëve, praktikisht aty kanë lindur të dy fëmijët, aty janë rritur. Sa herë që kaloj andej ma ka qefi të ndalem në Gozë, nga njerë edhe mbrita bëj, sepse kam njohur njerëz të mrekullueshëm. Njerëz të mrekullueshëm nuk janë vetëm ata që dalin mbi të tjerët e shquhen, po janë ata njerëzit e thjeshtë që me atë dashurinë e tyre të ndershme, të rrethojnë edhe kur të tjerët të braktisin.
27 vjetë, unë kam ndjerë miradashjen e këtyre njerëzve. Pra një farë mënyrë aty u krijua, si thua, edhe bota juaj, ai realiteti juaj që do apo nuk do, në të mirat dhe në të këqija kanë qenë njerëz që ju kanë ndënjur pranë apo jo, duket. Nuk e patëm të vështirë të jetonin me gosë, në kuptimin e jetës së përditshme. Marrëdhënieve njerëzore që. Po vetëm profesor pak, mikrofoni se na e bën pak xhaketa, okej, mund të më falë që ndërpreva. Loja. Nuk e patëm të vështirë të ambientoheshim, ju thash, sepse ishte një motiv më shumë. Jetesa pranë këtyre njerëzve ishte një motiv më shumë për t'u ofruar këtyre. Në nisur gjithmonë nga një proverb anglez që thotë ndërmjet tjerësh, ai ka 4 nyjzime, po unë po them vetëm njërin për tyre, ati që zdi dhe thotë zdi, afroju, ndihmoje. Nuk e di se sa ja kam bërë, sepse kështu janë sjellë të tjerët me mua. Kur unë isha i ri, pa shkollë, pa perspektivë, të tjerët janë afruar duke u nisur nga ky parim. Por në mos gaboj, në këta ambient ju krijuat familjen tuaj, edhe u dashuruat. Po, nuk isha shkuar akoma në Gosë, kur u fejova, u martova, edhe në Gosë kanë lindur fëmijët, të 2 fëmijët, vajza dhe djali. Ka një farë diferencë ndërmjet tyre, edhe vajza dhe djali ndoqën fatin tim, se as atyre nuk u dhahet drejtë e studimit. Megjithatë bashortja juaj besoj duke ditur se me kë po martohej apo jo. Duke ditur se çfarë priste në një farë mënyrë, dhe jeta nuk do të ishte lehtë. Ishte një gjest e guximshëm. Ishte shumë i guximshëm. Sidomos për atë kohë. Sot një grua mund të dashurohet edhe mund të martohet me dikë që nuk është në gjendje të mirë ekonomike, që nuk ka një pozitë të shijuar shoqërore dhe është tjetër çështje, por në atë kohë duhet bëheshin e sapet mirë. Edhe nuk ishte e thjeshtë. Dhe në fakt në librin tuaj ju për ninën, për bashortën tuaj shkruani. Ajo i patë thënë, kur jemi të 2 bashk, vështirësitë e jetës kalohen më kollaj. 50 vjetë së bashku do t'i jepnin asaj të drejtë, sepse atë kështu ndodhi. Megjithatë më ka bërë përshtypje edhe një thënie shumë e bukur juaj në lidhje gjithmonë me bashortën tuaj. Ka qenë një ndihmë e madhe për mua, pasi ka ditur të heshtë kur duhet të heshtë dhe të flas kur është dashur të flasë. Se nuk ka gjë më të vështirë për një burrë se sa kur gruaja flet atëherë kur nuk duhet të flasë. Po jo, gratë të paktën të flasin, se po edhe po nuk folën, pastaj ç'kuptim ka. Po me sa duket ka ditur se si t'ja... Sensin e masës nuk i ka munguar. As nuk i mungon as sot e kësaj dite. Me sa duket duhet t'i ajo një grua vërtet për t'u admiruar, përderisa ju ka qëndruar kaq afër edhe në momentet vështira. Atje si shtat dhe ju, lindën dhe fëmijët tuaj, edhe ata natyrisht në një ambient dhe në një familje ku natyrisht kishte problematikat e saj, jo të pakta. Në fakt, si ja shpjeguat fëmijëve tuaj këtë histori, këtë arsye në fundit, pse nuk do të ishin në Tiranë, sepse ata kanë patur probleme me shkollimin. Besoj ju kanë pyetur fëmijët apo jo? Çfarë shpjegimi keni dhënë? E kam patur të vështirë. Me vajzën e pata më të kollajt, sepse vajza u rrit aty në Gosë, nga shoqet, nga shokët. Se i bënte përshtypje fakti që nuk e nxirrnin tabelën e nderit. Ishte shkëlqyer në mësime gjatë tërë 8 vjeçarës, një herë nuk dolin tabelën e nderit. I bënin përshtypje këtë punë, atëherë detyrë gjyshja nëna ime u detyruat t'ia shpjegonte në një farë mënyre. Po më të vështirë kam patur me djalin, sepse mbasi u fol me vajzën për këtë punë, ishte e qartë që do ta mësonte edhe djalin. E nuk doja që ta mësonte në rrugë të tërthorta. Qartë, e tregonin vetë. Një ditë për ditësh, mundohem t'ja them. Ma për u shkurt, e di babë. Më falni. S'ka gjë. Mund ta fikim telefonin, në fundit gjëra që ndodhin janë, po? E kishte marrë vesh nga një brigadier ndërtimi që punonte me mua. Ai i kishte thënë të vërtetën kështu të sopë dhe i mbeti ngushtë, mbeti i hutuar, i impresionuar me këtë punë. Pastaj u mësuan me këtë mendim. Normal. Pastaj filluan të ta pranojnë edhe të kuptojnë. Pastaj ta pranojnë dhe do të duke e çuditshme në atë kohë nëse do bënin do të silleshin të tjerë ndryshe me ta. Megjithatë unë kujtoj që për fëmijët, për familjen time ka qenë
ndihmë e madhe ose një qetësues i madh fakti që na kanë rrethuar njerëz të mirë. Fshatarët e Gosës për mua, nuk e njoh fshatarët e fshatrave të tjerë, fshatarët e Gosës për mua janë mrekullueshëm. Qartë. Megjithatë, emri i vajzës suaj është Linda Niza. Po. Ka një domethënie, me sa duket e pasin një traditë familjare jo këto emrat e çuditshme sa duket ë. Edhe këtë si e keni gjetur këtë emër? Jo, kjo është nuk është imi, nuk është një shpike imi, unë pa ta lexuar në një revistë që botohej në atë kohë letërsia sovjetike në frëngjisht. Po të lexuar një reportazh, por nuk tash s'm kujtohet mirë, a për Vilnius, a për Tallinn, nuk e di për një ato qytetet e vendeve baltike, edhe tregonte për një skulpturë që ishte në mes të qytetit, një skulpturë që paraqiste nënën, e cila ka sakrifikuar jetën për të shpëtuar fëmijën dhe kishte emrin Linda Tallinn, ishte qyteti, e kishte emrin Linda Niza dhe së këtemi edhe emri i qytetit Tallinn. Mu duk, se si mu duk. Jo, shumë interesant është. Ushtërua në asamblene e familjes edhe fitoj me shumë vota. Mirë. Në fakt, në lidhje me vajzën, sidomos me vajzën, ju shkruani se natyrisht gjithçka që dhe ju na treguat nuk ka qenë e thjeshtë, por që për ju momenti më i vështirë, takt në atë që shkruani në libër, vinte shumë vite më pas. Vinte më pas, një ditë të zakonshme, Linda Niza do të ndërpriste të atin nga puna e tij e vyrë e shkrimit për t'i kumtuar një lajm të rëndësishëm. Ajo, vajza e tij e vetme, së bashku me bashorten e dy vajzat, do të nisej drejt mërgimit. Ishte era e parë, pas shumë kohësh, që sytë e tij ishin të përlotur. Pra, ju përballuat gjithçka, apo jo? Edhe në lidhje edhe me huajtë që kishin fëmijët tuaj, por momentin kur vajza vendosi të largohej, aty me sa duket e ndjet pak peshën e... Ishin momente shumë të vështira, shumë të rënda. Për një prind, sot ka shumë prindër të këtillë, që ndajnë nga fëmijët, shkojnë me studime, shkojnë me punë jashtë. Po atëherë ishte një çik më ndryshe, ishte viti 1990, regjimi i kohës nuk ishte shëmbur akoma. Dhe nuk di nëse do të hapeshin një ditë rrugët, edhe pse mendja, logjika ta thoshte që po, zemra ta donte, nuk di nëse do të hapeshin rrugët për t'u parë, edhe në mënyrë të pavetdijshme për ti përjetoja të mendimin që nuk do të takohesh më me këta njerëz, nuk do t'i shikje më. Ishte shumë e trisht, shumë e fortë. Po megjithatë pastaj jeta vazhdoi komplet ndryshe, ju bashkuat edhe bashkë. Po do ta tregojmë këtë pjesë të historisë. Dhe duke që se jemi këtu tek familja, un kam takuar të paktën për momentin të vetmin person që të familjes suaj të ngushtë apo që është në Shqipëri, është këtu dhe nuk ishte se si të ishte ndryshe dhe mos të jepte një mesazh për babain e tij. Ta ndjekim të mesazh. I matë, po thuj se nuk ishte në shtëpi shumicën e ditës. Me atë jetë që kemi pas, me ato vështirësi që kemi pas, i dedikohi punës edhe për të na mbrojt nga gjithçka tjetër, në një farë mënyrë na cënonte. Me vetë mohimin e tij ngrinte këtë barrierë që na mbronte në familjarët e vet. Kur i me motër marroi gjimnazin, e megjithëse në 4 vjet me rezultate shumë të mira, u vund s'ken ato makinacione që përdoreshin atëherë për t'i ulë në mënyrë abuzive notën për mos t'i dhënë drejtën e studimit. Ka qenë vite më vonë një situatë pak a shumë e ngjashme, kur erdhi dita të ndilte shkolla mu. Kemi pas momente plot, po gjithmonë janë kalu duke qenë një familje bashkume. Për sa ka bë, edhe në këtë kalvar, edhe në atë kaos që ishte një farë mënyrë jeta jonë, për atë që ka bë, jam e vërtet mirënjohës. I matë pati fatin e keq që më rriti të realizoj një ëndër të vetën, duke fillu nga mosha 60 vjeçare. Pra, në këtë sens, i është mohu një pjesë e konsiderueshme e jetës. Sigurisht që ta shofësh që sot njerëzit e njohin, e vlerësojnë, e ftojnë
është një kënaqësi e madhe për mua si fëmijë i tij, me siguri edhe për të. Është një farë realizimi i asaj që ka dëshiruar gjithmonë. Ai ka peshman të madh kohën e humbur. Vazhdon të punoj me ritmet që punon sot e kësaj dite, pikërisht për të fitu atë kohë që menon që ka humbur apo që i kanë vjedh në vite. Jam kurioz deri kur kam mend vazhdoj me këto ritme. Vazhdon më habit dita ditës, megjithatë. Bravo i qoftë. I heq kapelen. Ky është Andi. Ky është Andi apo jo? Kur ta takoj do t'i them dy fjalë. Në fakt e kishte, me të themi sinqerisht, e kishte pak me sikletë të dalur në kamera, madje herën e parë më tha jo nuk vi. Pastaj insistova çik më shumë, tha e po mirë do vi. Edhe e pash e normal, ishte s'është mësuar, pastaj flasësh për babain, nuk është dhe shumë e thjeshtë. Por ajo që më bëri përshtypje tek ajo që tregonte Andi është që pavarësisht vështirësive, ajo që na ka mbajtur, si thua, le të themi, që na ka ndihmuar të ecim përpara, është që kemi qenë gjithmonë të bashkuar bashk. Nëse kjo ka qenë dhe forca e familjes suaj. Jo vetëm me pjesëtarët e rrethit të ngushtë të familjes. Ne kemi qenë shumë të lidhur ngushtë edhe me farefisin, me kushërinjt, me miqt. Unë kam patur një xherxha dhe një hall. Xherxha i vdiq beqar, nuk u martua asnjëherë, ai mbas përshkatimit të vllajt ndjeu për detyrë të jetonte për ne, për të më mbathur mua në burg, për të ndihmuar konatën e tij në Blushje, të internuar dhe vazhdoi të jetonte. Pastaj u bë shprehi kjo mënyrë jetese dhe vazhdoi. Kam patur një hall që kishte 3 vajza dhe 2 djem. E kemi qenë, me qenë se unë s'kam patur vëllezër e motra, jam rritur shumë i afërt me ta. Sot për fat të keq jetojnë vetëm 2 vajza nga 5 fëmijë. Koha bën drejtë. Kemi qenë shumë të lidhur me hallën tash, me xherxhan, po edhe me miq të tanë. Ne kemi patur miq që na kanë mbajtur afër në kohë shumë të vështira. Unë mund të them vetëm këtë, mund të përmend vetëm këtë që në 57 Shvarci Roberti pa gjetur një punë me përkthimet. Nuk kisha të drejtën e pasaportizimit e çaj quhej atëherë në Tiranë. Nuk kisha një vend ku të flija dhe shkoja flija ndër miq. Një natë të njëri, një natë të tjetëri. Në atë kohë ishte, e kam shkruar dhe në libër, në atë kohë familjet ishin të detyruara të mbanin një libër shtëpie quhej, në të cilin duhet të regjistronin emrin e çdo mysafiri që u vinte në shtëpi, datën kur vinte, orën kur vinte dhe sa ditë do të rrinte. Dhe këta libra, kohë mbas kohe, i mbledh tek Këshilli i Lagjes apo rajoni i policisë, nuk e di bënin punën e tyre. Domethënë, këta njerëz që më pranonin, që më strehonin në shtëpinë e tyre, rrezikonin tamam o të shkelnin këtë ligj të kohës, domethënë të mos e plotsonin atë libër shtëpi ose ta plotsonin dhe njësoj të komprometoheshin. Në këtë kohë shokët e mi, sidomos Shvarci, janë treguar ata që ishin. Duke qenë se jemi këtu dhe hapët të temë për Robert Shvarc, në fakt, di që është nga miqtë tuaj që ju vërtet e doni dhe vlerësoni shumë, ja ku e kemi dhe në foto. E treguat pak a shumë, por duat të ngileni pak më me hollësi. Si ka qenë ai momenti ku Shvarci në fundit pa që ju po shkoni dhe po bënit këtë jetë sa në një shtëpi tek një shtëpi tjetër, ju ftonte dikush tjetër, por një moment ishte ai që tha, hajde në shtëpinë time, apo jo? Shvarci përjetonte këtë situatën time. Me Robertin, unë jam njohur që fëmijë. Edhe kemi mbetur tërë jetën, edhe sot e kësaj dite që s'është më shok të ngushtë. Roberti e përjetonte këtë situatën time dhe vazhdimisht më thoshte hiq dorë nga kjo mënyrë duke i shkuar njërit apo tjetrit. Hajde të rrim bashkë. Unë nuk dëgjoja sepse Roberti banonte në një shtëpi, kishte një dhomë në katin përdhes, në dhomë të vogël, dhe tërë kusuri i shtëpisë edhe kati sipër banonte familje një prokurorit. Mund të ishte njëri mirë, mund të ishte njëri i keq, nuk e njihja, po fakti që ishte prokuror, mua më stekte, më bënte të nguroja.
E thoi, që më duhet t'i shtoj pelashët Robertit. E Roberti me ata çiltërsinë e tij, me atë karakterin e tij të drejt për drejt, më thot, po mos e marr vesh. Bota e din që ne jemi shok, na kanë parë gjithmonë bashkë, po punë e madhe se do vish të flesh në shtëpi tek unë. Dhe më mbajti Roberti në shtëpinë e tij, duke rrezikuar. Për sa kohë keni qëndruar në shtëpinë e Robert Schwarz? 7-8 muaj. 7-8 muaj. 7-8 muaj. E problemi më i madh për ne atëherë nuk ishte fakti se si do ta merrnin, po qa do hanim me ku do hanim. Se nuk dinim dytërinë, nuk dinim as gatuonin në atë kohë. Do të qenë peripeci më vetë edhe kjo pjesë atëherë. Po gjithsesi do të keni qenë periudhë parësisht e vështirë, po dhe e bukur në një të kohë, apo jo keni qenë dy miq bashkë, jetonit në një Më të shtëpi. bukur atë jetës. Kështu ti se besoj ato biseda të orëve të vonë. Jo vetëm, po edhe është edhe Roberti një faktor që ka vazhduar të nguli këmbë në kulturimin tim, nëse mund ta them kështu. Sepse bisedat me të nuk kanë qenë kur, biseda boshe, biseda kote. Bisedat me të kanë qenë gjithmonë të përreth një teme kulture, përreth një poezie, përreth një libri. Ishte kohë që ne jetonim në këtë mënyrë. Në Tiranë në asaj kohë, të rinjt nuk kishin mënyra të tjera argëtimi përveç një libri. Sa gjuhë të huaja flisni ju? Kush? Ju. Disa. 4-5. 4-5. Nuk e di tash. Dhe i keni mësuar natyrisht edhe këto, kuptohet në mënyrë autodidakte, apo jo? Njërën për tyre italishtën e kam mësuar që fëmijë. Më kanë ndihmuar i matë. Nëna ime që kishte bërë shkollën e Dakos, shkollën Kirias, institutin Kirias, kishte dëshirë të mësonte anglishtën. Unë bëja si kur e mësoja anglishtën, më nuk e mësoja se nuk më pëlqente. Vërtet? Jo, është e çuditshme. Pastaj në Burg, u takova, ju thash, me njerëz shumë të ditur, me njerëz që kishin kulturë për gjithë ata që u rinin përreth, më ndihmuan të mësoj gjuhët. Kam patur në një tyre njerëz që kanë jetuar për vitet tëra në Amerikë, Koço Tasi për shembull. Po. Është ndoshta dekani i gazetarisë shqiptare. Kam patur Rashi Pipin, Suat Aslanin, njerëz që vetëm emri i tyre përbën një botë të tërë. Pra keni marrë për tyre, me sa duket, keni marrë shumë për tyre, them edhe këtë dëshirën për të përpasuar horizontin. Jam munduar të marrë sepse i kam patur, sidomos në periudhën e parë të jetës ime, i kam patur si shembull. Mundohesha t'i imitoja, jo në kuptimin e rëndomtë të fjalës, po t'i imitoja si tendenca, si prirje, si përzgjedhje. Unë kam lexuar një intervistën tuaj ku ju shprehni që unë jam formuar nga librat dhe jo nga njerëzit. Jo nga njerëzit, se unë kam jetuar larg njerëzve. I thonë 34 vjet të jetës time kam jetuar larg njerëzve. Unë nga fshatarët e Gosës mund të mësoja ç'është dëmshuria, ç'është mirësjellja, apo jo më tepër se aq. Qartë. 34 vjet unë kam jetuar larg njerëzve. Kështu që nuk qenë njerëzit ata që më ndihmuan të formohesha, ishin librat. Ka patur një problem në atë kohë, se librat nuk i gjeje siç i gjen sot. Po, natyrisht. Shtëpi botuese ke patur një apo dy, gjithsesi njëra e 8 nëntorit, tjetra në infrashëri. Librari Tirana ka patur 2 gjithsesi, një libri sovjetik dhe një librarin popullore. Librat nga jashtë nuk vinin, ishin ndaluar. Në bibliotekë nuk mund merje për të lexuar çdo libër, sepse ishin edhe librat në indeks, që ishin të ndaluar të jepeshin. Kështu që ka qenë një formim pak gjysmak, do të thoja, në vështrimin që ishe i detyruar të lexoja ato që të binte në dorë, jo ta zgjidhje ti. Vinte libri të zgjidhte ty. Cilë kanë qenë autorët që ju kanë shënuar më tepër, që ju kanë... Autorët në atë kohë? Po. Kush i mbahet? Ka shumë. Jam shumë. Jo, po në radhë të parë, unë do të thoja ishin autorët rusë, Dostojevski, Tolstoj, Chekhov, Turgenev. Ishin... Ju e flisni rusishtën? Po. Dhe i keni lexuar nga origjinali, besoj këto libra. Jam munduar edhe të përkthej në gjë prej tyre.
Pastaj mua më ka të rrigjur gjithmonë letërsia anglosaksone. Në mënyrë të saj e shndërvjellte të shkruarit, të thuash se kur po shef një film, dialogu i tyre i shkallët. E tjera, e di që këtu hym në një botë më vete pastaj. Po mirë, kur ka që momenti që u menduat që le të themi përkthimi do të bëhej profesioni juaj, sepse është kthyer në profesionin tuaj. Nuk si profesion. Kur ka qenë ai hapi i parë që keni hedhur drejt përkthimit? Hapi i parë është që në vitet 60. Pa të filluar të përktheja nga Ibanezi, nga Pirandello, po nuk u botua absolutisht asgjë. Edhe një botim që edhe një rrëfimi i Banjecit, që u botua në një revistë, revista Miqësia, mbaj mend si tash, u botua pa emër përkthyesi. Tjetër gjë nuk më botua dhe nuk më botohej. Kështu që unë vazhdoja të punoja aty në shtëpi për qef. Kur ka qenë botimi i parë atëherë, le të themi, kështu kënaqësia e parë që ju ka dhënë përkthimi? Unë besoj që ka qenë paralelisht. Një botim i bërë nga Arben Basha, ka patur shtëpinë botuese Panoli. Po. Dhe paralelisht them sepse në të njëjtën kohë u botuan dy përkthime të mia, nga Basha një dhe nga Petri Tymeri, te editoria. Pastaj vazhdova. Dhe duke qenë se jemi këtu tek botuesi, tek shtëpitë botuese, në fakt ju keni natyrisht jeni si thua përkthyes shumë i mirë, por edhe keni shkruar, keni tentuar, ne lexuam për shumë fragmente nga librat tuaj. Unë kam kërkuar pak në arkivin e televizionit shqiptar dhe kam gjetur 2 kronika të cilat pasqyrojnë pikërisht aktivitetet të caktuara që lidhen me punën tuaj si përkthyes, por edhe si shkrimtar. Kronika këto të përcjella nga gazetarja Mingena Oxholli. Le t'i ndjekim dhe rikthehemi sërish në studio. Damka e turpit titullohet libri promovuar në Ministrinë e Kulturës me autor shkrimtarin amerikan Nathaniel Hawthorne, sjell në shqip nga Amik Kasoruho. Libri shkruar 150 vjet më parë kishte impaktin e një testamenti emancipues dhe Amerika pati zhdërvjellsinë dhe intuitën shoqërore që ta përthithte, ta përdorte për ndryshimin e koncepteve themelore të etikës dhe e gjykimit të gjestit njerëzor që lidhet me jetën, lindjen dhe nderin. Libri është historia e Esther Prinit, e cila pasi lind vajzë nga një lidhje jashtëmartësore, vendos të ndërtojë jetë të re, bazuar mbi pendimin dhe dinjitetin e gruas së pavarur, në mes të hipokrizisë dhe të presionit të një shoqërie puritane. Është promovuar në Universitetin Europian të Tiranës libri Shqipëria, ankthi dhe ëndra i autorit Amik Kasoruho. Në faqet e këtij botimi nga UET Press vijnë 2 libra të Kasoruhos, i pari titulluar Një ankth gjysmë shekullor Shqipëria e Enver Hoxhës dhe i dyti Çmimi një ëndre, zgjimi i mundshëm i Shqipërisë. Këto janë 2 analiza që Kasoruho i ka bërë Shqipërisë ndërsa udhëhiqej nga Enver Hoxha dhe Shqipërisë kur në krye të saj ishte Ramiz Alia. Këto analiza ndihmojnë lexuesin të krijojë një pamje të plotë ku ankthi dhe ëndra e një vendi shfaqen me të gjitha emocionet, qartësinë, qetësinë dhe thellësinë e mendimit të një dëshmitari si Amik Kasoruho, i cili njohu burgun, pushkatimin e babait, dëpimin, mohimin e shumë të drejtave për vete dhe familjen e tij. Përvoja i gjatë në fushën e përkthimit e ka bërë autorin mjeshtër në ndërtimin e infrastrukturës së librit. Pjesa e parë e librit u botua së pari në vitin 1994 në Itali dhe presa e kohë ka njohur 4 ribotime, vlerësime të kritikëve, profesorëve të filozofisë dhe politikës dhe është shoqëruar me parathënie nga njerëz të fushës së letrave. Në fakt, unë doja të ngelesha pak më shumë tek përkthimet. Ju keni përkthyer shumë dhe keni përkthyer, le të themi, autorë të cilët kanë një peshë shumë të madhe dhe impakt shumë të madhe tek lexuesit. Por ju ka ndodhur ose ju ndodh që të bini në dashuri me një autor të caktuar? Patjetër. Patjetër, biles jo me një, me më shumë se një. E shiqyr që nuk kanë gra. Ashtu, Jo, është... Unë do të përmendja ndër dashurit e para të vjetra dhe të përhershme të mia Luigi Pirandello. Mirë, i madh. Jam i apasionuar, jo i dashuruar mbas tij. Jam me të vërtetë i apasionuar mbas mënyrës së tij të shkrimit, mbas ai është një shkrimtar pa pretendimin që të bëjë një letërsi didaktike, në kuptimin që të çojë një mesazh të qartë që shikoj se kjo punë është. Ai nëpërmjet ironisë, nëpërmjet atyre heronjve të tij të thjeshtë, të krit të thjeshtë dhe të pafaqshëm do të thoja, pa njerëz naiv, ai na mëson shumë.
Cilat janë nga veprat e Pirandellos ju pëlqen më shumë? Cila është vepra e Pirandellos ju pëlqen më tepër? Cila vepër? Shikoni, ai ka, unë nuk di ta bëj dallimin. Për mua janë vëllimet e novelave të tij ose novela për një vit. Po. Që janë bërë disa botime dhe nga njerë në 3 vëllime, nga njerë një vëllim të vetëm. Po I ndjeri Mattia Pascal për mua është një kryevepër. Është për tyre më duket në Shqip. Nga Dritan Hoxha? Ndoshta, nuk e mbaj mend. Nuk e di mirë. Dritan Hoxha, gabova mese. Për mua dobësi për mua janë dramat. Dramat, prandaj edhe unë në fakt atë kisha në mendje. Janë dramat e Pirandellos dhe mua më vjen shumë keq që deri sot nuk po gjej një shtëpi botuese që të tregohet kaq dashamirëse sa të botoj. Unë kam disa dramat Pirandellos për këtyra që për i vitesh I kam në shtëpi. Dituria e Petrit Ymirit ka botuar një vëllim dhe e ka ribotuar me tregime. Pastaj Toçi. Fatmire me Irenën kam botuar 3 vëllime me tregime të Pirandellos. Po drama as edhe një. Shohim çfarë mund të bëj se kam një program. Kam në mend këto ditë të ndryj gjetiu. Ashtu? Në thënë gjithmonë tek Pirandello në këtë rast, tek Pirandello. Sepse jo tash është dobësia ime. Po mirë, nëse do të them për shembull për një autore si Allende për shembull, sepse janë nga këto autorët që gjithsesi do apo nuk do janë shumë popullor apo jo apo Dan Brown me Kodën e Da Vinci etj etj. Si I gjeni veten tek këta autorë që kanë një peshë kaq të madhe dhe është një përgjegjësi besoj jo e vogël për ta sjellë në gjuhën. Ndërsa unë do të përmendja 2 autorë të tjerë që nuk I përmend. Asnjëri nga këta. E mirë, për ne lexuesit e thjeshtë ndoshta kemi shije më pak të rafinuar mbase syri shkon atje, por që gjithsesi. Është njëri është anglez. Howard Spring. Kam botuar një përtim me të Dudej. Dhe më vjen shumë keq që ai libër nuk ka patur atë jehonën që duhet kishte. Nuk është folur, nuk është përmendur, a nuk e kanë lexuar, nuk e di ta them. Më vjen keq sepse është një libër I mrekullueshëm, A Beer of Beer. Është një libër që e kam pas lexuar që I ri dhe kur I futa përktimit I futa me dëshirë shumë të madhe. Arlinda u tregua shumë e gatshme për ta botuar dhe e botoi. Pastaj është një autor tjetër amerikan për të cilin kam përkthyer një 3-4 libra, është Harold Robbins. Po. Ky është përktimi I parë që ka botuar Basha. Mos dashuro kur një të huaj nga Robbins. Këtë simpatinë e vjetër për letërsinë anglosaksone vazhdoj ta kultivoj. Po mirë, I zgjidhni ju autorët për të përkthyer apo janë botuesit që vinë tek ju me një propozim? Sipas rastit. Për shembull, Dan Brownin ka qenë Arlinda që e ka kërkuar. Springun, A Beer of Beer, ja kam rekomanduar. Keni propozuar. Sipas rastit. Ka raste që qartë. E duke qenë se jemi këtu, dhe ju e përmendët, vjen tash një tjetër mesazh nga një botuese, le të themi, që ju njeh natyrisht shumë mirë dhe ju vlerëson. Ta ndjekim këtë mesazh. Amikun e kam njohur shumë herët, në fakt që në fillimet e mia, kur sapo kisha nisur shtëpinë botuese dhe me thënë të drejtën, nuk është se isha aq e ditur sa që jam sot. Dhe di të them që ky njeri, nëpërmjet bashkëpunimit të parë që patëm, që ishte profesional, më vonë kaloi në pjesën njerëzore, për shkak se amiku jetonte në Itali, ishte për shkak të Isabel Allendes. Amiku përktheu Isabel Allende në mënyrën më të mirë të mundshme, domethënë shqipja e bukur prej muzik, domethënë e amikut, e bëri Isabel Allende kaq të dashur për të gjithë shqiptarët, vazhduam gjatë këtë bashkëpunim. Dhe kur pata rastin që të takoj për herë të parë, ndjeva me njëherë, wow, ç'është ky njeri? Sepse çfarë ndodh kur njeriu është larg, ti gjithmonë krijon një ide, po është një burr babaxhan, është një burr që e njeh shqipen, është një burr që vërtet domethënë kaç të thot. Po kur ti e takon amikun, menjëherë krijon një lidhje shumë të fortë.
Dhe ai që do të thoya është amiku është dashuri, është një nga ata njerëz që është aq i rrallë të takosh në jetë, dhe që ndërkohë njeriu që nuk e kemi luksin të kemi të shumë. Kur shef emrin në celular më njëherë të shkakton një buzëqeshje. Kodi Da Vinci do përkthye nga Mika Sorlua, po ashtu edhe Onqi dhe Djai më vonë. Ishte shumë e rëndësishme patjetër përkthyesi, sepse këta ishin dhe libra relativisht në një natyrë të vështirë për të përkthyer, kishin një gjuhë të re. Ajo çka arrin amiku që të bëj është që përtej le të themi gjuhës bagazhit të vjetër të shqipes, të ditë të zgjojë dhe të fus brenda dhe inovacion. Domethënë, fakt këtë kam përshtypjen që do ta thonë dhe shumë njerëz të tjerë. Amiku është një nga mjeshtrat e gjuhës shqipe, një nga përkthyesit më të mirë, dhe unë do doja shumë që ai të kishte gjithmonë sa më shumë jetë, që të vazhdonte dhe të jepte më shumë. Domethënë, emra si Amiku, si Zhvarci, si Klosi, janë emra vërtet që është luksi i Shqipërisë sonë. Duhet pranuar shumë e dashuruar Arlindave ju, edhe me të drejtë. Arlindën e dua shumë. E dua shumë gjithmonë. Më ka ndihmuar sepse unë botuesit i shoh nga gatishmëria që kanë për të dhënë punë. Arlinda është një nga ata. Pastaj ka qenë gjithmonë e prirur të pranonte edhe kundërshtimet e mia, vërejtjet e mia. Ajo ka një redaktor shumë të mirë, ka patur një redaktor shumë të mirë, po që kishte atë maninë për të qëndruar shumë strikt atij kongresit të famshëm apo famkeq të drejtë shkrimit të viteve 70, dhe nuk e konceptonte dot që fjala vath nuk shkruhet vëth, po shkruhet vath. Po. Ai kishte mendimin e tij, unë kisha mendimin tim. E si bëhet tilla raste kur redaktori nuk shkon mirë me Unë insistoj që të mos më ndryshoj fjalën, nëse është puna për një presje, për një zanore të munguar, atëherë le ta bëj, po fjalën që vë unë nuk ka të drejtë ta ndroj askush. Fjala është pjesë e personalitetit të përkthyesit. Nuk ka pse ta ndryshoj. Nuk ka ligj, nuk ka kongres që të vendosi mbi personalitetin atij që shkruan. Këtu e mendoj. Në fakt, përkthyesi duket sikur ngelet pak në hije në lidhje me autorin, apo jo, them të drejtë. Juve ju vjen keq për këtë lloj, nëse mund ta shpreh kështu, anonimatin në thonjza? Ja, e kam zgjedhur vetë. Ka 20 vjet që e ushtroj, ka 40 vjet që kam filluar të merrem me të, edhe nëse njeriu i vjen keq për një zgjedhje që ka bërë vetë, më mirë mos ta bëj atë zgjedhje, ta mohoj dhe mbaron punën. Unë vazhdoj ta mbaj. Vazhdoni ta përdorni akoma fjalorin kur përktheni? Si të qelloj. Mbaret. Cila është gjua? Besoj italisht duhet të gjua që ju rrjedh më. Unë gjuhën që njoh më mirë natyrisht, kam jetuar 20 vjet në Itali, është italishtja. Po përktimet, pjesë të mirë, përktimi kam bërë nga anglishtja. Po që besoj aty jeni më tepër më lind nevoja e fjalorit, po jo e Google-it. Me që më hapët të temë. Se tashi, themi të drejtën, le themi kështu që popullsia e përkthyesve për fat mirë, pse jo, se s'ka ndonjë gjë të keqe, është shtuar shumë apo në Shqipëri. Besoj dhe juve duhet të ketë bërë përshtypje, duhet të keni hasur me përkthime që lën shumë për dëshiruar, shumë mediokre. Sa të duash. Çfarë thoni me veten në atë moment kur Më vjen keq. Më vjen keq për lexuesin në radhë të parë, që detyrohet të përtyp diçka që nuk shkon. Më vjen keq për përkthyesin, sepse nuk ka ditur të mësoj prej punës si bën. Më vjen keq edhe për botuesin, sepse e shoh me syrin e një komercialisti, jo të një njeriu që sjell kulturë. Ju vazhdoni të përktheni akoma? Po. Këtë ditë kam dorëzuar në tetor, në fund tetorit duhet dali, për Panajir është një roman i Ayn Randit, mbas trilogjisë të Revolta e Atlasit, është ky roman që nuk ka të bëjë me të parët. Është një roman i bukur, një roman interesant. Një roman që më ka lodhur se është goxha. Po nuk ju lodh kjo punë sa vite ka që përkthej? Jo, kaloj kohën. Nuk më lodh. Dëgjoni, mua më lodh më shumë koha borxh, koha pa punë. Unë shkoj në shtëpi me atë mendimin që kam për të bërë diçka dhe kjo
sikur më gjallëron. Nëse do të vi dita, nëse do vi çasti që unë të mos punoj dot më, ose qëllon një farë periudhe që nuk kam punë, ndihem shumë bosh, nuk di si ta kaloj ditën, nuk di çfarë të bëj, më duket vetja pa vlerë. Mos ndoshta dua t'i rikthejmë përsëri djalit tuaj. Ai tha që duket sikur babai do të kapi kohën e humbur. Mos ndoshta shpjegohet edhe me këtë kjo dëshira juaj për të qenë gjithmonë aktiv, për mos qenë asnjë ditë bosh. Kjo është e vërtet, dëgjoni, kohë e humbur është një iluzion, nuk kapet më. Po duhet mbush ca boshlëqe që jeta më detyroi ti krijoj. Prandaj punoj me një ritëm të tillë që të mund të jap sa më shumë. Nga zanati që më ka dhënë Perëndia. Mundohet të krijoj sa më shumë sepse e vlen Baraqiran që lexuesit të kenë në dorë vepra të mira, autorësh të mirë. Është domosdoshme. Në fakt ju keni shkruar edhe le themi kujtimet tuaja, ne i lexuam pak më parë. Kjo gjë ju ka shërbyer ndo pak edhe si një lloj terapie, fakti i të nxjerrit jashtë, le të themi, jashtë vetes tuaj, të vuajtjeve tuaj, të përpjekjeve tuaja, të familjes suaj. Ju ka ndihmuar kjo gjë që të bëni pjesë edhe të tjerët në këtë le të themi kalvar të jetës tuaj? Ndryshe do të ishte një të konceptuar egoist i jetës, nëse jetën do ta kufizoje vetëm rreth vetes apo rreth një rrethi të ngushtë. Dgjoni, ne jemi pjesë e shoqërisë. Duam, s'duam, kjo shoqëri na imponohet në të mirë e në të keq. Të dim të zgjedhim, ky është misioni i njeriut në jetë. Të di të pranoj, të seleksionoj. Po letërsia artistike keni provuar ndonjëherë? Kë? Letërsia artistike? Për të shkruar? Në fillimet e mia, po. Në 61-shin, mos gaboj. Po, në 61-shin. Pa të shkruar një dramë, paraqitur në konkurs, mori çmimin e parë, më lajmëruan me njerë që ka marrë çmimin e parë dhe mbas një jave u zhduk një dramë që ju dha teatrit të Durrësit, si filloi punën në Tryezë me të dhe pastaj u zhduk. Kjo një vëllim në tregime që kam pas paraqitur në ndërmarrjen e botimeve të asaj kohe. Që shokët që kam patur në lidhjen e shkrimtarëve e pëlqyen, na unë prifti me shok. U zhduk pa lënë gjurmë që atëherë hoqa dorë pasaj. Mendua që jo, se duhet njeriu të jetë edhe një çik i motivuar për të shkruar. Nuk mjafton vetëm ajo dëshira për të dalë emri. Jo, patjetër. Duhet të jesh edhe i motivuar. Kur e shikon që të mbyllen dyert, thua po pse të trokas prapë në këto dyer. Nuk më hapen. Një lloj filozofie kjo për mos t'i rënë për mos ta karikuar veten. Nuk është filozofia dorëzimi, nuk është filozofia tërheqjes, po është filozofia e tij që duhet, nëse ka ndërmend, duhet të gjejë rrugë të tjera të shpërthejë. Se jo. Në fakt, ju keni përkthyer natyrisht jo vetëm nga gjuhë huaja në shqip, po keni përkthyer shumë edhe nga shqipja në gjuhë huaja. Po, një 10-15 vëllime. Dhe njëri prej tyre është dhe Julieta Liçka. Po. Edhe më bëhet qefi që e kam përkthyer. Në fakt, duhet ta them këtë sepse unë ju njihja nëpërmjet natyrisht përkthimeve tuaja, por hera e parë që kam takuar zotin Ami ka qenë pikërisht kur kam patur ftuar në studio Julieta Liçkën dhe me shumë dëshirë doja që ti merja një intervistë, le themi përkthyesit të tij, që në këtë rast ishte zoti Amik, dhe aty i mora në një farë mënyrë, bëm edhe një pakt bashkë që shumë shpejt doja ta kisha në program. Dhe më kujtohet që kur e kam patur shkrimtarin Aliçka në emision, ishte shumë le ta themi kështu, ishte pjesa e bashkëpunimit me ju e quante kështu si një lloj krenarie të faktit që më ka përkthyer Amika Sarua. Me sa duket do apo nuk do, krijohet një lloj, le të themi, simbioze e fortë me autorët, aq ne për me ata shqiptar. Patjetër. Mua më ka qelluar të përkthej edhe gjëra që nuk kishin ndonjë vlerë shumë të madhe, po unë do të thoya që tri kanë qenë veprat që më kanë kënaqur, dhe që më kanë bërë të ndihem krenar kur i kam përkthyer. 4, më fal. 2 janë vëllime poezie. Njëri është
Gjete Luli Vincenc Prenushit. Po. Tjetri është një përmbledhje poezisht Azem Shkrelit. Dhe dy janë në prozë. Një është libri me tregime i Julietit, Parullot në Gurë, që i është famshëm. një gjevahir. Pastaj është edhe një roman i Fatos Kongolit, Edhe Kongolin. Kufoma në Shqip. Ishte jo vetëm kënaqësi, po edhe një motiv krenarie. Unë që jetoja në Itali mes italianëve, dhe ku për të më bërë nder ndoshta një zotëri italian, kur më paraqet në një grup italian është thotë zotëria është shqiptar, po është me shqiptarët e mirë, duke kujtuar se më bënde mirë me këtë diskriminim. Unë duke jetuar atje kisha për krenari të paraqitja atyre veprat digjitoze tonat. Se sa ja kam dalë. Nuk e di. Dhe duke qenë se flasim për ju, duke qenë se flasim le të themi kështu për këtë bashkëpunim kaq të ngushtë dhe bashkëpunim pastaj për një njerëz shumë special siç është shkrimtari. Ylleta Liçka nuk mund të rija, nuk mund të rija pa e takuar dhe pa i marrë dhe ati të paktën qoftë dy fjalë për ju. Është pa mundur, ashtu për Ylljetit pastaj që e dua fort. Le ta ndjekim këtë mesazh që lëshon ai për ta ndjekim. Ka leitmotiv punën, po tysh në anën profesionale. Ndërsa në anën njerëzore, sinqerisht, nuk egzageroj, po them që nga miqësitë e mia është një model i vlerave njerëzore. Ai mund ta quash model unik të vlerave njerëzore. Mënyra e trajtimit gjithçka, qoftë në mendime, qoftë në veprime, në përqasjen që i bën realitetit shqiptar, që është nga më vërtet edhe humane, edhe thellë, edhe objektive. Nganjëherë, nga që aq të detyron, është aq korrekt, aq i dashur në këto, sa mendoja shpesh tash vërtet atë mos ngelesh borxh, aty ngelesh borxh. Edhe më mirë ta kesh armik, e di që flemen e ke armik, se sa të kesh miqësi amikun, dhe atë që unë e kam përsëritur ndoshta një herë, nuk e mbaj mend, kur gjatë përkthimit të romanit tim ishe në Itali, edhe u vënua pak një javë, një kapitull, dhe e marrë telefonit thash amik, si është kjo pse po vënohet. Ai ishte smur në spital me 20 ngjyrë, kishte një gripa, një pneumoni. Edhe tha, Ylleta më falta, po jam smur në spital. Edhe thjesht përsëri ne kishim këtë intimitet. Thash, shiko amik, i gjë e kam një kërkesë modeste ndovë, dhe thash, po mos vdis para se të bësh përkthimin, të mbarosh përkthimin, ti jap fjalën, tha. Edhe e mbajti. Nuk përpoq, nuk vdiq, e përktheu, edhe është mirë tash. Kjo vjen edhe. I vazhdon kurreshja për jetën, në atë punë, eksperiencë, ai njeh gjitha, dhe është me mosh njeriu përplaset me shkënjime, me dështime, me suksese. Ai vazhdon kurreshja dhe shija jetës, një pyetje e thjeshtë kjo, po do ja bëja këtë pyetje. Edhe natyrisht përfitoj nga rasti ta përshëndes edhe një herë, e falenderoj për miqësinë që më jep. I kam borxh një kafe, sepse dje isha me të dhe pagoja i kafe. Po mirë, një arsye më tepër. Po shumë e bukur kjo marrëdhënie, se edhe ka treguar me atë në emision që kjo frika, nëse në disa raste është thuhet zgjatë tjetër, apo po e themi atë që tha dhe Ylleti, që mos vdista derisa të mbarosh të përkthesh librin. Ylleti ka të vetat këto batuta. Është vërtet. Në fakt Ylleti më ka dhënë këtë foto. Dhe më tha që ka një histori. Ka një histori kjo foto. Tu keni qenë me shfaqje e filmit ti me regjit Giovanit. Po. Shfaqje në Itali, nuk e di në çfarë qytetit Italisë. Edhe kam dhe një episod me Ylletin. Ishim ullur në gjitur kur po shfaqje filmi ishte përkthyer në frëngjisht. Po. Edhe është një moment kur vjen me një zetor, në rimorkën e zetorit vjen sekretari partisë, akretari kooperativës që ishte, dhe i kërcënon fshatarët, tash nuk më kujtohet pseja, dhe i thot se për ndryshe thot ju solla këtu gazin e degës,
Po është titrat për këtejnë do t'ju sjell makinën e policisë. Ljeti më thotë, po ta dinin këta, thotë, ishte gazi, i degës. Normal, s'kam pasur faj se mund ta Po, përkthej. ajo makinë e policisë është fare ordinere, që do të thënë. Në faktisht, le të themi që ka qenë nga punët e udhëheqjes që ka ecur shumë mirë, apo jo, dhe që me sa duket, jo me sa duket, po bëni pjesë edhe ju, duke qenë se e keni sjell aq tepër tek publiku italian, kështu që vërtet komplimente për këtë gjë. A mund të pyes se çfarë është liria për ju? Liria? Është një mirë që për cilën kujtohesh kur nuk e ke më. Dhe mungesën e saj e ndjen edhe në gjërat më intime, më të thjeshta, më të vogla. Liria është kompensimi për të drejtat e tua. Liria është një drejtë jote që nuk duhet shtyr atje ku cënohet e drejtë e tjetrit. Shumë bukur. Ju e keni falur ata persona që... Nuk e kam problem fare të fal. E keni falur? Nuk e kam problem fare të fal, po kam një peng. Që? Ata duhet kërkonin të falur. Dhe që gjithë nuk e kanë bërë, apo jo? Absolutisht. Me presin të 2-3 vetëve. A lindë dëshira për akmarrje kur je në pozicionin tuaj? Nëse flitet personalisht për mua, mund do toja që akmarrja është e pavend si koncept, edhe për faktin se akmarrja është mungesë e drejtësisë. Kur nuk ka drejtësi, ka akmarrje, lind nevoja për akmarrje. Dhe ky koncept i mungesës akmarrjes nuk është thjesht imi, po është edhe shumë bashkëpunëes. Është vërtet. Se kemi patur kur këtë mendim, as nuk e kemi ushqyer vetes. Kemi dashur po drejtësi dhe drejtësi në kuptimin që gjërat të vijnë në vendin e tyre. Ai që ka vojtur të marrë ata që i takon, ai që ka bërë të tjerët të vuajnë, të paktën, të gjej burrnin, kurajën, të gjej ndershmërinë e të thotë më falni. Nuk ka ndodhur. Ju tërheq politika? Nuk besoj se ka qytetarët mos jetë politikë. Jo, flas mirë, që në vijën e parë politikës. Politika nuk më tërheq. E ndjek me shumë interes, nuk më tërheq. Asnjëherë. Kam bërë edhe prononcime që kanë ngjyresa politike në momente të caktuara të sidomos të 3-4 vjetëve e fundit. Por ato ndryrje të mia nuk kanë patur thjesht karakter politik, se sa më tepër etik ose shoqëror ose edhe nëse jam adresuar një personit caktuar me emër, e kam bërë sepse mbrapa tij shikoja një filozofi, shikoja një grup shoqëror dhe jam adresuar më tepër kësaj filozofie, këtij grupi shoqëror nëpërmjet emrit të këtij personazhi. Çfarë ju shqetëson më tepër në realitetin shqiptar? Çfarë më shqetëson? Ju shqetëson, ju irriton, ju ndoshta mungesa e dëshirës për të krijuar një shtet përsëmbari. Shumë gjëra do të ishin ndryshe, nëse të gjithë do të donin shtetin, do të respektonin shtetin, e do të ndihmonin shtetin. Nuk ndodh kështu. Nuk e di pse vazhdojmë të kemi shumë mlef, dhe bukuria është se mlefin e kanë ata që nuk kanë arsye të kenë. Shumë mlef në kuptimin që jemi shumë pak tolerant, që përpara se të hapi gojën tjetri, ne formulojmë përgjigjen jo, nuk është ashtu. Kjo na sjell dëm, dëmet më dha. A mund të pyes, natyrisht pa rënë në analiza politike, po që gjithsesi, a është kjo demokracia që në cilën neve jetojmë, ajo për cilën ju keni luftuar? Në shumë pikpamje po. Sot unë jam i lirë, kam qenë i lirë, unë edhe të gjithë tjerë kanë qenë të lirë të shfaqnin mendimin e tyre qoftë edhe publikisht, të mos i ferrën këmbë vitet e fundit. Vitet e para demokracisë dihet që nuk mund të konceptohet diçka e tillë. Demokraci do të thotë jetosh i qetë në radhë të parë, i qetë edhe
ndaj të tjerëve, në kuptimin që mendon me koshiencë që e ke kryer detyrën ndaj shoqërisë. Kur ke këtë mendim që e ke kryer detyrën ndaj shoqërisë, nuk i ke me borxh asaj, atëherë është shoqëria që fillon të shlyejë borxhat. Kjo është demokracia. Shumë e drejtë. Do të lutem regjisë që të nxirrni pak atë shprehjen. Kam gjetur një shprehje të Oscar Wilde. Këtë kam shumë dëshirë ta komentoj me ju. Asnjë nuk është aq i pasur. Duket se e njihni, sepse e pashë më njëherë se sa të blejtë kaluarën. Unë do t'i shtoja kësaj diçka e tjetër, dhe asnjëri nuk duhet të jetë aq gjep shpuar sa ta falë të kaluarën. Sa ta harrojë të kaluarën. Jemi produkti së kaluarës. Duam apo s'duam, jemi edhe, ndoshta duhet korrigjojmë, jemi edhe produkti së kaluarës. Nuk mund të mendojmë vetëm të vendosur në një pozicion të caktuar, në jetë në një moment të caktuar. Ne barti me vete, Konfuci ka thënë, nuk do t'isha ky që jam pa të kaluarën time. Në qoftë se e kaluara përdoret si shkallë për të ngjitur lart, në kuptimin e filtrimit, e përmirësimit të personalitetit tënd, atëherë kjo e kaluar nuk duhet harruar. Në qoftë se e kaluara do të përdoret thjesht për sherr, atëherë më mirë t'ua heqim kujtesën këtyre njerëzve. Po ju e keni menduar ndonjëherë se si do të kishte qenë jeta juaj nëse ju në atë moshën 17 vjeçare nuk do kishit shkruar ato trakte? Po, e kam menduar. Unë në shkollë kam qenë kohët e fundit, kam qenë nxënës i shkëlqyer. Edhe mendoja veten që do të mund të isha bërë një inxhinier i mirë. Po ndoshta nuk do të kisha këto satisfakcione që kam sot, edhe kështu gjysmak siç jam, satisfakcione që më vijnë nga puna ime, nga miqtë e mi, nga ambienti ku punoj, nga njerëzit që më rrethojnë. Dëgjoni, mua më mbush me jetë, më jep dëshirë për të punuar edhe një gjest i thjesht, një njeriu që nuk e njoh, që nuk më njeh, dhe që më ndalon edhe më thot vetëm një gjest eloquent, pa folur fare më thot. Kjo do të thotë që jam në rregull. E kjo më mjafton. Ëndërroni akoma? Ëndërroni akoma? Ndoshta ëndrat censuruara. Po, në kuptimin... Jo, po t'jem censuruara, jemi në mëngjes herët, mos themi. Ëndrat censuruara në kuptimin që nuk duhet të shtyhem shumë ëndrime, se nuk kam mosh për t'i vënë në jetë ëndrat e mia. Më vjen keq, po. A mundet na konfidoni një ëndër nga ato që s'mund të realizohen, kështu kot? Çfarë bëj? Mund të më konfidoni një nga këto ëndra që nuk mund të realizohen, që mendoni ju se nuk mund të realizohen? Po pse jo? Të mund të kisha mundësi të hapja një shtëpi botuese. Kjo është një ëndër e ime. Do ta kisha bërë me shumë qejf, po të kisha natyrisht edhe mundësit materiale. E qartë. Sepse them që do të isha bërë një botues i mirë. Në fakt më mirë se sa ju që njihni letërsinë kush do të ishte. Një ëndër vërtet që ja vlen të, nuk e di. Jeta është e çuditshme nga ndonjëherë. Jeta nuk fillohet 80 vjeç. Po ju jeni dëshmitarja asaj që jeta gjithmonë është e bukur dhe asnjë nuk është vonë për të filluar. Po, është e kushtëzuar edhe nga faktori fiziologjik, mos harrojmë. Mirë, në rregull. Si është një ditë tipike juaja? Një ditë tipike juaja, si është? Jam bërë pak dembel. Në kuptimin që nëse të rjetën kam shkuar në orën 7 në punë, tash kam filluar të shkoj çik si vonë. Shkoj në zyrë, kur kam një praktik për të ndjekur, mundohem të ndjek, kur kam një takim për të bërë, do të bëj takimin, pastaj kur kthehem në shtëpi filloj me njerë nga puna e përkthimit. Kur nuk kam natyrisht angazhime tjera, kur nuk kam për të takuar një mik, një orë, kjo punë deri në orën 8:30 të darkës. Pastaj, mbas darke, shoh një çik televizor, kur ka asi tryeza të rumbullakta që janë efektivisht tryeza me kënde të mprekta, jo të rumbullakta. E mbyll televizorin ose ndroj stacionin, nuk i shoh. Kam gjetur shpëtim me ato dokumentarët historik, shkencor,
janë Më goxha ndihmojnë. relaksues, ato në fakt keni Më shumë të ndihmojnë. drejtë. Çfarë është e bukur për ju? Çfarë është e bukur për ju? Unë do të thoja që e bukur është një kategori që është përcaktuar me vakte me kohë dhe në filozofi dhe në estetik. E bukur për mua është ajo që më nxit të bëj më i mirë, më i dashur, më i shtruar, më i njerëzishëm. Është e bukur atje të bën të këtillë. Shëmtimi të egërson. E vërtet. Mjafton të shikosh një kazan me plera të shkapërderdhura, të vjen të shash. Sepse nuk është e bukur. Jeni i lumtur? Sot jeni i lumtur? I lumtur? Unë do të thoja po, jam i arrit. Jam i arrir, jam i kënaqur. Lumturia është një fjalë e madhe. E qartë. Jam i kënaqur. Ndoshta kam përshtypjen që ju më shumë se kushdo tjetër e kuptoni më mirë se ç'duhet lumturinë. Besoj se ju më shumë se çdo njeri tjetër e kuptoni kuptimin e fjalës lumturi apo jo? Ç'tu them? Njeriu mund të kënaqet me pak, mund të kënaqet edhe me shumë. Unë do doja që të kënaqesha me shumë, kënaqem edhe me pak. Sepse në fakt, jo më kohë thuhet që lumturia e jetës është në ato gjërat e vogla, apo jo, që të cilët dhe të jep dita. Jemi thuajse në fund të emisionit, por dua t'ju bëja të pyetjen që u bëjt të tërë të ftuarve që kam këtu në program. Cilat janë për ju 3 arsyet për të cilat ja vlen të jetosh? Ja vlen të jetosh? E para punës e vdekja është gjë e shëmtuar. Që sa më larg. E vlen të jetosh. E dyta që të mos i mbetesh borxh. Mos i mbetesh borxh. Po, vetëm pak zërin në studio të lutem muzikës sepse na pengon pak, po. Mos i mbetesh borxh as njerëzve, as jetës. Dhe e treta, që ose është e mundur, të mund të realizosh ato që të kanë mbetur pa realizuar. Ndoshta duhet shtuar një e katërt, ju that 3. Po. E katërta është t'u japësh njerëzve të ato që të kanë dhënë njerëzve, t'u kthesh njerëzve të ato që të kanë dhënë. E vlen të jetosh. Edhe nëse unë do të vazhdoja, do thosha që kjo ditë e diel, jam e sigurt do të jetë shumë e bukur, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse unë e nisa ditën me ju. Kështu që vërtet ju falenderoj me shumë zemër. Do të thoja po. Shpresoj që të paktën t'ju kem dhënë gjysmën e kënaqësisë që më dati mua dhe teleshikuesve, vërtet ishte një ditë shumë e këndshme bashkë. Çfarë? Që nuk do të jetë era e fundit që takohemi. Që nuk do të jetë era e fundit që takohemi bashkë. Jo. E uroj. Ashtu dhe ja. Me këtë premtim kam dëshirë ta mbyllim emisionin. Vërtet faleminderit. Faleminderit juve. Vërtet. Atëherë miqtë e mi, do ndajemi këtu së bashku. Shpresoj që ta keni shijuar në këtë kafen e parë që ju keni pirë duke na ndjekur në këtë bisedë të këndshme që zhvilluam me profesionin Amika Sërua. Ju kujtoj që si gjithmonë ne do të jemi sërish këtu të dielën tjetër në orën 8:30 me një tjetër personazh dhe të tjera kujtime. Nga unë ato na ju pash. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right.